Në zor po japi makinës. Në zor po jepi makinës. Me të fuqe. A ju duket normale rritja e menjëhershme e çmimit të naftës? Po le të marrin shembull nga Kosova, Malezi, nga Maqedonia, pse s'merr? Ose nga Greqia, që ka ulur ka dhënë 20%. Po shtrenjtë janë me thënë drejtën, shumë shtrenjtë. Ka falimentu me politikë dhe nafta. Edhe këtu është politika për na vret popullin komplet. Mos më keq. Hiç mirë. Si dreqe. Po e shumë është rrit, shumë. Nëse vazhdon për shumë gjatë kjo situatë. Unë do ta mbyll, jam gati në pension, s'kam ç'bëj. Patjetër që ndikon. Mirë është që ca taksat hiqen tani sidomos këtë periudhë. Po ta përdor se na duhet. A keni që për njerëzit e mirë me shku kundër spitalit e dhanët e këta përdojë, pas kena këtë shkujmë. E shkujmë kam ma shumë. Ne çmime si lvizim do të, sepse po t'i ngresh, na ikin njerëzit. Që gjë dëmi është joni. Jemi biznes. Në momentin që rritet nafta, normalisht do rriten edhe çmimet e produkteve. Kështu që shko zinxhir. Po sigurisht që kanë diku, ne kemi më pak lek në përgjepa, nuk na mjaftojnë deri në fund të muajit, edhe kështu që normal që shkon zinxhir kjo punë, po rrit nafta, rritet çdo lloj produkti tjetër ushqimor i shport ose se jo. A keni besim në mënyrën se si po vendos shteti tashmë për çmimin? Atë punë e di vetë ata, çdo të bëjmë me shtetin e saj mi do të. Vendimmarrësit duhet të kenë parasysh që me disa politika mund të ulen çmimet aty, pavarësisht se ka krizë. Po qeveria s'di që po bën qeveria, po bën rast po bën na shpesa, me shpesa jena po. Keq, tulen çmimet. Si s'ka ndikuar më, trafiku bën vetëm, karburanti më i shtrenjtë. Qose deri dje mushën separatori me pa them 70.000 lekë, tash i doni 100.000 lekë. Në çdo vend të Ballkanit, nga lajmi që dëgjon, Maqedoni, Kosovë, kështu është më lirë nafta se ne. Duke ne vazhdojmë ato tarife, me ato gjona, edhe shkon nafta 2.300 lekë. Për ditëshmëri, ne jemi ndër shtetet me çmime të lartë naftës. Edhe jo vetëm, me çmime të larta për çfarëdo lloj gjoje, edhe sidomos për standardin e jetesës.